Atëherë kthehemi në tryezën e episodit 5 të sezonit të 5 të podcastit Flasim, ku kam kandidatët për kryetar bashkie të Partisë Socialiste në zgjedhjet pjesore të 40 orëve më vonë të dielën 9 nëntor. Kjo është arsyeja pse podcasti bëhet sot, pasi nesër është heshtja zgjedhore dhe të dielën janë zgjedhjet. Këtu me mua është Bruna Mersini, ka ardhe vesh me të zeza sot për që në harmoni me dekorin edhe nga që ndjek edhe linjën time si linjë partije në veshjen. Ramos Sago, Ervin Cece, Altin Bojni dhe i madhi Florenc. Florenc Doka nga Cëriku, që sa do i ri duket është veteran i Partisë Socialiste. Prej shumë vitesh i angazhuar që Kalama. Por natyrisht që ne mund të jemi këtu 5 burra, po këtu po soli Bruna në tjerat s'kemi shans të marrë fjalën. Si mendon për pas nesër? E mendoj që është një sfidë. E kam parë veten shumë të angazhuar në këtë besimin tuaj, edhe e gjej veten të përgatitur, sepse kam menduar fort që njerëzit që ndërrojnë për ndryshime për mirë, duhen njerëz të cilët duhet sakrifikojnë diku komoditetin, diku duhet jenë përgatitur për një realitet që ka diku padrejtësi e diku indiferentizëm, sepse ndryshe nuk ndryshon asnjë gjë për mirë. Edhe e besoj fort që në këtë vend ndodhin gjëra për mirë apo për keq, po kjo varet gjithmonë nga ne. Kështu që doja të isha shumë fort pjesë e këtij ndryshimit për mirë në qytet. Si mendon do dali rezultati të dielën? E diela do të jetë një ditë tjetër për qytetin tim, një qytet që e ka treguar veten gjithmonë që ka një kulturë demokratike, një kulturë dhe një përgjegjësi qytetare, dhe këtë ka treguar gjithmonë me fitore të Partisë Socialiste, dhe zgjedhjet e 11 maj e demonstruan edhe një herë që angazhimi politik i qytetarëve vronjak ishte shumë serioz dhe prodhoi 9 mandate. Kështu që jam shumë shpresim plot që angazhimi do të jetë përsëri në këtë nivel. Ta shikojmë. Ty zakonisht dalin fjalët, po ta shikojmë. Shumë Ramos nga Tepelena. Pas një periudhe gjatë në shërbim si ushtarak, tani e në jetën civile si ushtar i Tepelenës. Si e shef ti në dielën? Po shoh që nga takimet që kemi zhvilluar në qytet, nga njerëzit që takojmë, investimet që ka bërë Partia Socialiste në gjithë mandatet që ka drejtuar Tepelenën, mendoj që kemi një fitore të thellë ditën e diel. Do votohet bindshëm Partia Socialiste. Këtë e mbështes te opinionet, te takimet që kemi bërë, te gjithë njerëzit që kemi takuar. Jam shumë besim plot që do marrim rezultat shumë pozitiv. Ervin, po ti si e shikon ditën e diel?